Hi guys, sot ju përshëndesim nga Vlora. Sot do mësojmë hapjen Ruy Lopez ose ndryshe hapje spanjolle. Fillojmë. Ne lëvizim në E4, ai ecën në E5. Tani ne dalim me kal në F3 për ta sulmuar këtë ushtarin. Ai del me kal në C6 për ta mbrojtur ushtarin që ne po ja sulmojmë me kal. Tani ne dalim me B5 për ta sulmuar këtë kalin. Nëse ai bën këtë lëvizje, ne ja marrim kalin, edhe ai na i merr me ushtar, ne prapë ja marrim ushtarin sepse ai nuk e ka të mbrojtur. Edhe po e mori me këtë mënyrë, ne prapë ja marrim sepse nuk e ka të mbrojtur. Po nëse ai bën këtë lëvizje, dhe ne ja marrim, edhe po na i mori ai, ne nuk ja marrim dot sepse ai e ka të mbrojtur. Nëse kur e mbarojmë këtë hapje, unë apëro 4, ti mund të gjerësh oficerin, pastaj unë mund të shkoj me mbretëresh këtu në E2, dhe ti mund të çosh kalin në E7 edhe mund të bëjmë lëvizje të tjera. Kaq kishim për sot, shihemi herës tjetër, like dhe subscribe.